diti që Altin Dumani ka qenë prokuror në detyrë në ato vite që unë po flas, po ti nuk ja ke dëgjuar e mirë. Prokuror i zoti, i përkushtuar, i ndershëm, patjetër, i ndershëm, i vendosur. Po, s'ka thirrë në herë në një që ti thot, hajde këtu ti. Si i vrave ti 4 veta? Sepse nuk e kishte shpadën. Qatë triste, këtë triste. Madje, shefja e madhe e Altin Dumanit, ishte prokuror e përgjithshme, vetëm se çoi një cop letër për ca drejtues policie dhe i tha, hajdeni t'ju pyes ç'a ndodhi, u gjend në pozitën që të shofi kryeministrin në televizor, që i thot popullit që ajo është një lavire. Më përfituron dot ti mua, Fadil, që të dal edhe të them kush vjen të protestoj tu poshtë penxheres do ta vras. Dhe më përfituron dot që ta vras vërtet. Dhe më përfituron dot ti sot që të dali të çoj letra Altin Dumani për të thirrur, për kërkuar llogari për këtë punë, dhe unë dal në televizor e t'i them popullit që ai është një lavire, i parafituron dot këto ti. Në asnjë mënyrë. Janë të paimagjinueshme. Po e di pse janë të paimagjinueshme? Sepse ky që shef ti këtu, bashkë me atë partinë socialiste që sipas teje s'duhet me i fol, e kanë sjell ditën për shqiptarët, që shqiptarët se kanë pa që nga 1912. Sepse ne kemi dorëzuar tek drejtësia shpatën e ndëshkimit që i takon drejtësisë. E ka ajo zonja drejtësisë, e ke parë atë statujën e zonjës drejtësisë, e ka nxjerrur her pas here. Ka një shpatë ajo në dorë, ka dhe një peshore, ka dhe sytë e mbyllur që mos shofi kush je, hiç. Po vetëm të gjykoj çka ke bërë. Po ajo shpata ishte këtu ke zyra ime. Ishte trashëguar që nga 1912. Njëri pas tjetrit. Mbretëria, diktatura, demokratura. Dhe përdore ajo shpata sipas nevojave, orekseve të kësaj zyre këtu. Prandaj Shqipëria, burgosurin e fundit politike ka në demokraci. Fatos Nanon, e njeh Fatos Nanon? Ke dëgjuar në një? U fut në burg me urdhër nga i pari. Sot këto janë të paimagjinueshme. Po pse janë të paimagjinueshme? Sepse ajo që kam bërë unë me Partinë Socialiste është e paimagjinueshme. Hidhu përpjet ti, bashkë me të gjithë kukumjaçkat dhe insektet e kënetës, nën ritmin e bufit, po e vërtet është kjo. E vërtet është vetëm kjo. Dhe nëse sot ka një spak, dhe nëse sot ka një Altin Dumani, që meriton respekt dhe solidaritet për të gjithë ato sulme barbare që i kanë bërë atij dhe familjes, kjo ndodh sepse sot ka një drejtësi të pavarur nga pushteti politik, për asnjë arsye tjetër. Dhe drejtësinë e pavarur nga pushteti politik e solli në këtë vend Partia Socialiste e Shqipërisë, me mua në krye. Do ti, s'do ti. Dhe nëse ne e hodhëm këtë hap, ose më saktë i hymë deri në këmbë, ti mendon që nuk e dinim, që
Një drejtësi e pavarur do të godiste edhe brenda nesh? Po ti i ke dëgjuar ato që kam thënë unë kur kërkoja reformën drejtësi dhe kur këtu më ishin ngujuar tek çadra, Luli e kompania dhe vinte bufi her pas here që përgdhelte Lulin këtu, edhe ja jepte klithmave kundër penxhereve lart. Më ke dëgjuar kur kam thënë duam një drejtësi që të mos shofi majtas djathtas, po të shohi vetëm drejtë, të godasi majtas dhe djathtas, po majtas kush ishte? Stamo Dumua? Fadil, je goxha burr. Shpresoj që të kem ndihmuar që si burr mos jesh qesharak. Duhet marrosh ato që ke lënë po marru, pastaj bëj plane tjera 3D. Eridioni. Eridion, unë të jam përgjigj një herë ty. Dhe nuk kam çashtoj, po ditë them këtë, që çfarë ke parë dhe çfarë kanë parë 3D, janë bërë realitet dhe janë duke bërë realitet. Këtë ditë them. Mire ke bablok, u adi shihet dhe miden, ky popull me cirk, me tallavaj, me bufi në përkëmbë kënaqet, po se çfarë ju ke dhënë tash 12 vite, çfarë mbetet në fund muajit për bën problem. Mjafton ti